Kjo situatë s'ka bëj fare me gjithçka kam thënë unë, sepse nuk ka lidhje fare asnjë fyrje. Bëhet fjalë për një numër telefonik që në Bashkimin Evropian merret për të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian. Kaq është e thjeshtë. Kush ka nevojë të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian, ka një numër Green Line ku ti mund marrish informacion për vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Sa i përket keq informimit, nëse kolegja Vogshi ndihet e fyer, unë i kërkoj ndjes. Por nuk ka asnjë isha duke folur për reformën në Bashkimin Evropian. Ja ku e keni numrin me 0900 të Bashkimit Evropian, ku çdo qytetar i Bashkimit Evropian merr informacion për vendimarrjen në Bashkimin Evropian. Kush do që ta përdori këtë situatë për të nxitur protestat, për të frymëzuar dështimin e protestave, le ta marrim. Zoja Vogshi, nëse ndihesh e fyer nga fjala ime, edhe një herë ndjes. Ndërkohë zoti kryetar, për të gjithë atë rrugaçi të një njeriu që nuk njeh as din, as iman, as familje, sigurisht që unë edhe për dëmtimin